dhunuesi nuk zgjedh mjet, nuk zgjedh kohë dhe nuk zgjedh metodë për të shprehur dhunën e tij ndaj ose nëse është dhuna anasjelltas e grave ndaj burrit. Për këtë arsye, sugjeroj që të raportohen sa më shumë rastet e dhunës, që të mos vjen deri tek akti më fatkeq që është në këtë rast humbja e jetrave. Për shkak të se jeta se cilit individ është e shenjtë, jeta se cilit grua dhe se cilit burr, padyshim se pavarësisht problemeve që mund të kenë, pa marrë parasysh nuk duhet toleruar asnjë rrethon, domethënë, pa marrë parasysh mosgatishmërinë ose vështirësitë e shumta që mund të ketë një grua për përballjen e saj në jetën e re. Sot fatmirësisht ekzistojnë mundësitë ku ajo mund ta merr veten, mund të punoj, mund të kujdeset edhe për fëmijët, kështu që duhet me pa zgjidhje tjetër, sepse jeta në një dhunë dhe një atmosferë toksike, në një familje ku ushqehet dhunë çdo ditë dhe fëmijët rriten me atë dhunë, është një farë mënyre, është shkatërrim i jetës edhe atyre fëmijëve. Për këtë arsye, ndalja sa më hershme e dhunës, e zinxhirit dhunës, sa më herët është pasojat janë më të vogla. Rustemi, me qenë se edhe mirëni me studimin e rasteve sociale, fenomeneve të tilla cilat na preokupojnë në vendin tonë, ndalemi pak tek familjet tradicionale. A është ende kjo pjesa e paragjykimit, a është shkrurzimi deri në farë forme diçka si tabu që konsiderohet në familje tradicionale, në zona pak më të thella, po, fatkeqësisht më rurale dhe si rrjedhoi e kësaj gratë, po shpeshherë ndoshta edhe burrat detyrohen që ta zgjasin një lidhje pavarësisht pëlqimit tyre ose ndjenjës që kanë. Fatkeqësisht po, në shoqërinë tonë tradicionale, ndarja ose divorci vazhdon të jetë një fenomen mjaft, si me thonë, tabu, si diçka që shihet me një prizëm negativ. E fatkeqësia e kësaj krejt është se viktima, në këtë rast gruaja, shpeshherë etiketohet si fajtore, si e paaftë për me mbajt familjen, dashakeqe për familjen dhe për fëmijën e saj, me qëllime të ulta, etiketimet e tjera që i jepen një gruaje në këtë rast se ajo është vetëm viktime e asaj ndarje, por që shoqëria vazhdon ta etiketoj me çështje edhe aspekte të ndryshme dhe fatkeqësisht negative. Për këtë arsye gratë edhe hezitojnë shpeshherë të marrin hapin, domethënë drejt ndarjes, sepse